Këngëtari i njohur shqiptar Blero Muharremi ka kurorzuar dashurinë e tij me partneren Eronita Karavidaj, duke shënuar një kapitull të ri në jetën e tij personale. Lajmi është bërë i ditur nga vetë çifti përmes postimeve në rrjetet sociale, ku ka ndarë momente nga ceremonia e tyre martesës. Në pamjet e publikuara në Instagram, shihet artisti teksa vendos firmën në dokumentet zyrtare, duke formalizuar kështu lidhjen e tij me Eronitën. Çifti duket i lumtur dhe i emocionuar, ndërsa ndajnë me ndjekësit e tyre fragmente nga dita e veçantë, e cila është mbajtur në një atmosferë intime dhe festive në Prishtinë në fillim të këtij viti. Pas martesës, dyshja ka vazhduar të jetë në qendër të vëmendjes mediatike, jo vetëm për ceremoninë, por edhe për zhvillimet e reja në jetën e tyre. Sipas burimeve të afërta me emisionin privé, Blero dhe Eronita janë në pritje të fëmijës së tyre të parë së bashku. Raportohet se çifti pritet të bëhen prindër të një djali, duke zgjeruar kështu familjen e tyre. Ky lajm vjen vetëm pak muaj pas dasmës së tyre, duke bërë këtë periudhë edhe më të rëndësishme për çiftin. Megjithatë, deri më tani vetë këngëtari nuk ka bërë një deklaratë publike për këtë çështje, duke lënë gjithçka në nivel spekulimesh dhe burimesh, jo zyrtare. Kujtojmë se Blero është tashmë babai i një vajze nga martesa e tij e mëparshme me aktoren Teuta Krasniqi. Ai ka qenë i martuar po ashtu edhe me modelen Afrona Dika, duke bërë që martesa me Eronitën të jetë e treta në jetën e tij. Dasma e mbajtur më 12 janar ka qenë një event i madh, me shumë të ftuar dhe atmosferë festive. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar urimet për çiftin, por gjithashtu ka pasur edhe komente ironike nga ndjekës të ndryshëm, të cilët kanë bërë humor me faktin se kjo është martesa e tretë e këngëtarit. Disa prej komenteve kanë qenë me tone thumbuese, si për shembull, uroj të jetë torta e fundit, apo s'pas ka punë tjetër veç të martohet e të ndahet. Megjithatë, Blero ka zgjedhur të mos i marrë seriozisht këto reagime, duke ju përgjigjur me sportivitet dhe humor. Në një video të publikuar nga dasma e tij para disa muajsh, ku ai shfaqet duke kërcyer mes të ftuarve dhe duke shijuar atmosferën, këngëtari ka shkruar një mesazh të thjeshtë por domethënës. Ai u duket sikur më gëzuar për dashurinë. Ky reagim është interpretuar si një mënyrë për të mbyllur çdo debat e për të theksuar se ai po jeton momentin e tij të lumtur pavarësisht kritikave. Martesa me Eronitën duket se ka sjellë një stabilitet të ri në jetën e artistit, i cili prej vitesh është një nga emrat më të njohur të skenës muzikore shqiptare. Fansat e tij vazhdojnë ta mbështesin, ndërsa presin edhe konfirmimin zyrtar për lajmin e shtatzanisë.